Aja është Kur'an timi? Nuk po shën asgjë çka është mas pari. Aty veç po thot Gjumhuriyatu el-Misr al-Arabia. E çka është që shkruajnë? Ata nuk më shpjegoj timin. Çka është që shkruajnë? Unë lere njëri tjetër me shpjegoj. Çka është që shkruajnë? Të lutem. Le ta shpjegoj, ky ka sill, nuk e di kë ka marrë. Le ta Çka është që shkruajnë? Dëgjoj, ne mas pari herë. Nuk po din as me lexu. Po jo shko, mos më thuj s'po di. Po lexoje që tjerë po Ti pyet. po thu se ti ki Lexoje. Po lexoje, çka po thon? Islami jot ku bazohet. Po libra Islamin lexoje, çka po thot? Çka po thot kjo? Çka po thot çka? Unë e di çka thon. Po çka? Siç për e shehni, unë jam munduar me këto sjellje të tregoj para jush se shejtani kombit të sultanit, por edhe të gjithë shejtanët tjerë, të cilët ju flasin në emër të Islamit, jo që nuk kanë mësuar Kur'an, por çdo gjë e kanë me diktat të programimit të shkollave sektore, të cilat nuk besojnë në shkronjë në dorëshkrim, por besojnë në leximin, shqiptimin e dorëshkrimit të një varianti, ku në shumë raste është e kundërta asaj që është si dorëshkrim. Tani do të shehni se kur unë i tregoj se për cilën ajet bëhet fjalë, në cilën sure fillon të shqipton ajetin, por jo të ndalet të dëgjoj, për shkak se këta nuk kanë as sy as vesh për të dëgjuar Kur'an, janë trajnuar për ta ruajtur sektin e tyre Hanefi dhe përmes atij sekti mendjen e kanë të sultani. Kur e them këtë, unë e di mirë sepse kam kaluar vetë në për ato shkolla.